Ramush Haradinaj, para se të bëhe politikan, ka kaluar një kalvar të gjatë dhimbjesh dhe sprovash që ta shite Kosovën e lirë. Koston e një Kosove të lirë, ai e ka paguar shtrenjtë dhe me humbjen e disa familjarëve dhe miqve e shokëve të zemrës. Ndryshe nga Ramush Haradinaj, Edi Rama vjen nga një tjetër ambient. Kryeministri shqiptar është jashtë mase i dhënë pas artit dhe sportit dhe nuk i është dashur të kalojë sfidat e ngjashme me Haradinaj për të shijuar postet politike që mban. Edhe pse në vizita zyrtare, Ramush Haradinaj dhe Edi Rama i kanë shtrënguar dorën njëri tjetrit për hir të protokolleve zyrtare, mes tyre ka një hendek të madh për plasjesh dhe konfliktesh. Është dashur një intervistë dhënë nga Ramush Haradinaj që të kuptohet se çfarë ka ndodhur mes tij dhe Edi Ramës. Haradinaj u shpreh: Edi Rama ka bërë shumë paturpsi ndaj Kosovës. Nëse është dash një njeri me çun gjyq Edi Ramën, ai duhet të isha unë, për shkak të angazhimit të tij fanatik për ndarjen e Kosovës. Edi ka përhap idenë për ndarjen e Kosovës dhe të gjitha media dhe mercenarët e tij kanë qenë të angazhuar për këtë gjë. Unë nuk e kam hedhur në gjyq se kam dashur që të flen këto gjëra, po ja ku po ja u them publikisht, ai ka punuar kundër interesit të Kosovës. Kanë qenë këshilltarët e mi që më kanë udhëzuar të mos e çoj në gjyq, por me thënë të drejtën, ai e ka merituar me e çu aty. Ramush Haradinaj njihet për deklaratat e tij të drejtë për drejta dhe që i thot gjërat ashtu sikur se i mendon, ndërkohë që Rama nuk ka reaguar për deklaratën e ish kryeministrit Haradinaj.